Në kuadër të ditës ndërkombëtare të sportit për zhvillim dhe paqe që ka për qëllim promovimin e mënyrës së shëndetshme të jetesës së njerëzve, aksesi në sport për sa më shumë të rinj dhe jo vetëm, kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Endri Hyseni mori pjesë në një aktivitet ku të pranishëm ishin legjenda e futbollit vlonjat Sokol Kushta, Elisa Ademi, psikologe në shkolla, Aurora Hasani, mësuese edukimit fizik dhe Lorel Canaj, antari i shoqatës Vlora Hiking, si dhe Asambleja Rinore Vlorë. Sporti si mjet për ndryshime sociale është mjaft i rëndësishëm ku duhet të pasurohet jeta e fëmijëve dhe të rinjve, ndërsa ka ndikim shumë të rëndësishëm në mirëqenien dhe shëndetin e fëmijëve, u tha gjatë këtij aktiviteti, ndërsa kandidati i Partisë Socialiste për deputet Endri Hyseni theksoi se do t'i kushtojë një rëndësi mjaft të madhe sportit nëse pas 11 majit do të jetë në kuvendin e Shqipërisë, duke i dhënë kështu më shumë lëvizjes sportive në shkolla, nxitjes dhe inkurajimit të rinjve të merren me aktivitet fizik, por gjithashtu u ka bërë thirrje të pranishme të aktivizohen sa më shumë në sport me qëllim që ta kenë pjesë të përditshmërisë së tyre, ndërsa theksoi se do të ketë një rol të veçantë në lidhje me programe të ndryshme në Parlamentin shqiptar, ku do të diskutohet për të rinjtë dhe sportin. Ekipeve të famotare, që në këtë forum prandaj do të takojmë zhvillim për të vizitur dhe do të thirrur gjithë bashkëshortarët këtu të orientojnë drejt sportit të voleybollit. Specialistët dhe të pranishmit në këtë aktivitet thanë se sporti luan një rol shumë të rëndësishëm duke ndikuar në edukimin fizik dhe mendor, kryesisht të rinjve, ndërsa efektet pozitive dhe të drejtpërdrejta të angazhimit në aktivitet të rregullt fizik janë veçanërisht të dukshme në parandalimin e disa sëmundjeve kronike, duke përfshirë sëmundjet kardiovaskulare, diabetin, kancerin, hipertensionin, obezitetin, depresionin dhe osteoporozën. Duke parë Vlorën në një dimension të tjetër, nuk jam fokusuar tek futbolli. Bashkë me Endrin, me Lorel dhe me disa miq të tjerë, unë para një viti gjysmë mendova të bëja një akademi të madhe, akademi shpreha, apo të bëja disa fusha, të cilat ishin volejbol, basketbol, tenis, futbol pa diskutim. Duke gjetur përshtatjen edhe nga kryeministria dhe nga Ministria e Arsimit dhe Kulturës. Unë kisha një thirrje për juve, faleminderit që jeni sot këtu. Do doja të ishit sa më afër sportit, jo vetëm si detyrim, po dhe si kënaqësi, si një mënyrë për të rritur nëna sociale, si një mënyrë për të rritur nëna shëndetësore, si një mënyrë për të rritur nëna psikologjike, dhe të jeni në një farë mënyrë edhe iniciator në thonjza të rekrutoni sa më shumë shokët tuaj, njerëzit tuaj të afër që të jenë pjesë e disiplinës, të jenë pjesë e sportit për të përmirësuar standardin tuaj të jetesës. Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Endri Hyseni vijon kështu takimet intensive me qytetarët dhe grupet e interesit.